Angelusha Saliu në Gurbet, kështu po e heq mallin për motrat. Këngëtarja e dashur për publikun, Angelusha Saliu, po jeton një etapë të re dhe shumë të rëndësishme të jetës së saj. Pas martesës me Mërgimin, ajo ka lënë Kosovën për të nisur një kapitull të ri në Zvicër, aty ku çifti po ndërton të ardhmen e tyre së bashku. Një fillim i ri larg vendlindjes. Jeta në Gurbet sjell emocione të përziera, entuziazëm për fillimet e reja, por edhe mall për familjen dhe vendin ku je rritur. Engji dhe bashkëshorti i saj po angazhohen maksimalisht për të krijuar një shtëpi të ngrohtë dhe të qëndrueshme, duke punuar për realizimin e planeve të tyre. Megjithatë, si çdo vajzë e lidhur fort me familjen, edhe Angelusha e ndjen thellë largësinë nga njerëzit e zemrës. Motrat, mbështetja më e madhe. Raporti i saj i ngushtë me motrat, Njomzën dhe Gresën, ka qenë gjithmonë i veçantë. Ato jo vetëm që ndajnë lidhjen familjare, por edhe një miqësi të fortë që i ka shoqëruar ndër vite. Së fundmi, përmes një postimi në rrjetet sociale, Engji ka treguar se mënyra më e mirë për ta përballuar mallin është komunikimi i përditshëm me to përmes videotelefonatave. Bisedat e gjata, të qeshurat dhe ndarja e momenteve nga përditshmëria bëjnë që distanca mes Zvicrës dhe Kosovës të duket më e vogël. Larg, por gjithmonë pranë. Edhe pse kilometra larg, Angelusha vazhdon të jetë shumë e lidhur me familjen e saj. Ajo shpesh ndan momente nga jeta në Gurbet, duke treguar se dashuria për familjen mbetet prioritet në çdo fazë të jetës. Në fund të fundit, malli mund të jetë i fortë, por teknologjia dhe dashuria familjare e bëjnë çdo ndarje më të lehtë.